Arabia Saudite ra një vend në krahasim me vitin e kaluar, kur rendit e nënta. US News e quan atë gigantin e lindjes së mesme për shkak të masës së tij toksore dhe vënë në dukje rëndësinë e tij për muslimanët. Miliona musliman të devotshëm nga gjithë bota marrin pjesë në një pelgrinazh në Mekë çdo vit. Korea e Jugut rendit e 10 në një vend më poshtë vitin e kaluar. US News vuri në dukje konfliktin e vazhdueshëm me Korenë e Veriut. Izraeli gjithashtu renditi 8 vitin e kaluar, për shkak të madhësisë së tij relativisht të vogël. Vendi ka luajtur një rol të madh në çështjet globale. Vendi ka një ekonomi të fortë, pika referimi me rëndësi për disa fe dhe marrëdhënie të tensionuara me shumë nga fqinjet e tij arabe, tha US News. Japonia gjithashtu rendit e 7 vitin e kaluar. US News e quan ata një nga kombët më të arsimuara dhe teknikisht më të avancuara në botë. Pozicioni i Francës është i pandryshuar në krahasim me vitin e kaluar. US News thas është vështirë të mbivlerësohet ndikimi që Franca ka në botë, si në të kaluarën ashtu edhe sot. E vendosur në Evropën perëndimore, Franca është një nga vendet më të vjetra në botë dhe shtrirja e saj shtrihet në të gjithë globin përmes shkencës, politikës, ekonomisë dhe ndoshta mbi të gjitha kulturës. Duke filluar nga mesjeta, Franca evoloi përmes mbretërisë, perandorisë dhe më në fund në një republikë. Ishte një nga kombët e para që mbrojti të drejtat e individit. Mbretëria e Bashkuar. Britania e Madhe u rendit gjithashtu e 5 vitin e kaluar. US News e quan atë një komb shumë të zhvilluar që ushtron ndikim të konsiderueshëm ndërkombëtar, ekonomik, politik, shkencor dhe kulturor. Ai gjithashtu vuri në dukje votën e vendit për t'u larguar nga Bashkimi Evropian dhe tha se kjo duke sjell ankth për rolin e vendit në skenën globale. Gjermania u rendit gjithashtu e 4 për vitin 2019. Gjermania, ai kombi më i populluar në Bashkimin Evropian, zotëron një nga ekonomitë më të mëdha në botë që ka parë dhe roli i saj në komunitetin ndërkombëtar të rritet në mënyrë të çëndrueshme, që nga ribashkimi, tha US News. Pozicioni i Kinës nuk ka ndryshuar që nga viti i kaluar. US News thotë se është shtëpia një prej qytetërimeve më të vjetra në botë dhe thotë se është më i populluari në botë dhe është një nga vendet më të mëdha në botë. Rusia gjithashtu rendit e 2 për vitin e kaluar. Shkalla e Rusisë është e vështirë të imagjinohet, tha US News. Është vendi më i madh në botë për nga masa toksore, gati 2 herë më i madh se Kanadaja, kombi i dytë më i madh në botë dhe mbulon të gjithë Azinë Veriore dhe pjesën më të madhe të Evropës lindore. Ai ndan kufi toksor më shumë se 12 vendesh dhe ndan kufi dëtar me Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara. SBA ruan pozicionin e saj si vendi më i fuqishëm në botë. US News e quan atë fuqinë më dominuese ekonomike ushtarake në botë dhe vënë në dukje se tani mbresa e saj kulturore shtrihet në të gjithë botën, fal prodhimit të filmave, TV-s dhe muzikës. Ai gjithashtu vuri në dukje se pozicionet e presidentit Donald Trump i imigracionit dhe tregtinë ka ngritur pyetje në mbar botën, përfshin nga aleatët më të afërt të vendit në lidhje me kursinë e ardhshëm të vendit në skenën globale. Tani SBA udhëhiqet nga Biden dhe ka kthyer kursinë normale të shtetit më të fuqishëm në botë. Faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe për më shumë video si kjo.